Në atë kohë organizoja një intervistë me Gramos Pashkun, avokatin edhe Dashejn. Të tre bashkë me herë. Të tre bashkë me herë. Ishim të tre në një studio. Domethënë, tipuqje të tre ishte kryevepër. Por emisioni ishte ndarkë, edhe Dashi erdhi si vjet Dashi. Edhe mëngjes. Ky më thot nuk futem në studio. Po i thash ti futu në studio, edhe po flasim më pak me Dashin. Hunë e laf. Domethënë po i flasim më pak ose as pak. Jo, po çaja mund fillon ai se ai është ka një qendrim british pa ditë anglisht. Edhe thotë po kshu apo ashtu i tha dhe Gramos Pashku, i tha po mirë, tani ne kemi ardhur përzi ta bëjmë emision. Dhe nuk u fut në studio. Gjë që më prishi emisionin. Dhe ngeli emisioni pa bërë, po kjo ishte e tmerrshme on air. Pastaj kuptohet kur dalim në shkallët e topit, mua nuk është se më mungonte fjalori i duhur dhe kështu mora gjithë listën e shtëpisë të avokatit, nuk lash gjë pa i thënë. Ky njeri çmendur merrte ti me shoqe dhe i thoshte ky më shan pse e mban ti këtë për burr, ndau nga burri. Ma ishin nga këto lloj historirash, domethënë merri vërtet. Unë e merja këtë pastaj dhe i thoja çfarë je duke thonë, domethënë ku je ti tani? Domethënë nga gazetari. Nivelit kombëtar përfundum të lagja pa breqa.